Ky masivitet që ju e prisni, siç e prisim të gjithë edhe ne, a mendoni se ndikoi edhe për shkak të përçarjes dhe përplasjes, siç ishte këtu në Tiranë, socialistët demokrat, apo përplasjes mes Edi Ramës dhe Albin Kurtit, apo edhe ndarja e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, të Vlenit dhe të BDI-s dhe Aliametit? Po për fatin tonë shumë të keq interesat e ngushta partijake, politike i kanë kaluar ato kombëtare. Pra, një pjesë e mirë e politikanëve në Kosovë, Shqipëri e në Maqedoni janë më tepër të interesuar për privilegjet dhe interesat e tyra të ngushta brenda partive, klaneve të ndryshme, se sa në interesin e përgjithshëm, interesin kombëtar. Unë mendoj se mbrojtja dhe përkrahja e ish pjesëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës është një interes kombëtar, pasi që pikërisht në qoftë se do të kemi një dënim të atyre, po dënohet ushtria çlirimtare e Kosovës, e në këtë rast e quajtur si organizatë kriminale, që organizate përbashkët kriminale në bazë të cilës po thirrët gjykata speciale, që në fakt nuk ka qenë, pasi që ne të gjithë dimë se ushtria çlirimtare e Kosovës ka rrjedhur dhe ka dalur nga populli i Kosovës në mbrojtje të familjes fillimisht, e pastaj edhe në mbrojtje pak më të gjerë për të arritur drejt aktit final, pra shlirimin e Kosovës, dhe si e tillë ajo mori mbështetjen dhe përkrahjen e gjithë botës. Ishte pikërisht nisma e ushtrisë çlirimtare, lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, që e solli edhe intervenimin e NATO-s në Kosovë, intervenim i cili solli edhe lirimin e më vonë edhe pavarësinë e Kosovës. Dhe si e tillë është e shenjtë, dhe si e shenjtë duhet të ruhet e të respektohet nga të gjithë njësoj, pra pa marrë parasysh bindjet ideologjik politike. Unë mendoj se ishte një gabim i madh, një reagim që doli nga Prishtina, se kohë më parë zoti Rama pas ka udhëtuar me një helikopter për të bindur deputetët në Kosovë për ta votuar gjykatën speciale. Mirë po, një gjë nuk duhet të harrojmë, se një gjykatë është dashur të themelohet dhe do të bëhej në për kundër kësaj lufte, dhe ka qenë shumë e mirë dhe me pritshme krijimi i një gjykate që del nga vendi, e jo një gjykate ndërkombëtare çfarë pretendonin të tjerët. Dhe pikërisht është arsyeja që edhe kuvendarët e Kosovës vendosën për krijimin e gjykatës speciale të Kosovës. Dhe duket sikur një pjesë të politikës i pengon përkrahja dhe mbështetja e zotit Rama kundrejt pjesëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Unë mendoj se jo vetëm zoti Rama, por duhet të gjithë shqiptarët kudo që janë të jenë në mbështetje të pjesëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, por asnjëherë duke mos u munduar të futur duart në drejtësi, pasi që drejtësia është një sektor i veçantë dhe normal që politika nuk duhet të ndërhyjë në vendimet gjyqësore, kur ato me të vërtetë janë gjyqësore e nuk janë të montuara dhe kamufluara si politike. Ajo proteste solli dhe një reagim të rëndësishëm ndërkombëtar, siç është Richard Grenell, është i dërguari presidentit Donald Trump për krizat në mbar botën, por me reagimin e tij në Twitter, mbas protestës së premtes këtu në Shqipëri, flet për ndërprerje të fondeve për këtë gjykatë, gjyqtarët e të cilit ai i quan të korruptuar. Edhe pse nuk është institucional, zyrtar, është një emër që ka peshkur kur reagon. Po, pikërisht është emëruar nga presidenti Trump dhe nuk është hera e parë se zoti Grenell bën një reagim të tillë kundrejt kësaj gjykate, duke pasur përballë se pikërisht ky prokurori i kësaj gjykate